Ka shku thika shumë thellë, e kam prit që do ketë rezistencë, e kam prit që do ketë vazhdimësi, tani ka shku atje ku nuk mban ma, është kalua masa në gjithë shka, në vjedhje, në shkatërim, në vjedhje prone, në degradim shëndetësie, në degradimin e bujqësisë, në degradimin e sistemit arsimor, degradimin e sigurisë pronës me cilën e lidhur shpirtin njeriu, dhe e kam prit edhe do vazhdoj kjo protest nuk shuhet derisa të largohet ai që ka stopuar zhvillimin e vendit. Lexova sot Tolstojn. Thoshte i keqi e ka fundin e keq, fundin e hidhur. Ama bën një dëm shumë të madh sepse vend provë të miret. E vetmja thirrje që kam për gjithë qeveritarët e Shqipërisë, ministra, zëvendës ministra, drejtora dhe në radhë parë për kryeministrin është boll mos se vinin provë njerëzit. Edhe ne që dalë me protestojmë për ditë e thomë, aman hapni rrugën dhe hapni rrugë proceseve demokratike të Shqipërisë, po në vend provë këtë. Ne do dalim, jemi me arsye shëndetësore. Unë jam i smurë sot, kam dalë në protest. Kam dasëm ke xhaxhajim e kam dalë në protest. Vetëm e për vetëm, e vetëm një gjatë që më fyen, e për mua është e pa pranueshme, është ajo poshtërsi, ajo ndyrësi, që mësuesit dhe profesorët e Shqipërisë i banë rini shkollore studentore në 2018-2019 e prap nuk zbresin shesh. Është ajo poshtërsi e ndyrësi, e munges totale kultura adhetarizmi që prindrit e Shqipërisë i banë fëmijëve të tyre. Që prindrit e Shqipërisë i kanë banë fëmijëve të tyre duke votuar çdo 4 vjet hasmin e fëmijëve të tyre. Edhe sot prindrit e Shqipërisë nuk dalin shesh për fëmijët e tyre. Kanë frikë. Është një popull i dhunuar, është një popull i friksuar, janë të shantazhuar në çdo minutë, janë të shantazhuar për bukën e gojës, për vendin e punës, janë të shantazhuar për siguri fizike, sepse është hedh lek i madh dhe kriminalizuar shoqëria. E vetmja gjë është thirrja që bëj unë, profesor dhe mësues, bahuni njerëz, bahuni intelektual të mirëfillt e jo intelektual të rrajshëm, e dilni në mbrojtjet armës nxënësve të studentëve të Shqipërisë që i mësoni. Prindërit të Shqipërisë, dilni në protest e punoni e shërbeni të armës fëmijëve tuaj dhe të fëmijëve të Shqipërisë. Madje i ftojmë protest edhe ata që Zoti i ka lënë pa fëmijë. Dhe treta, thirrja më e madhe shko për kryeministrin Edi Rama, për ministrat e Shqipërisë, për drejtorat, për administratën e qelbur të Shqipërisë, që mos i bëni më keq Shqipërisë, mos u thelloni kriminalizimin tuaj më tepër dhe mos e provokoni më tepër. Pra, shkoj direkt ke shprehja e Tolstojt. I keqi e ka fundin shumë të keq, por ama provokon të mirin. Ky është. Zoti të ruaj. Atëherë, dita e